Një vit që kisha jone përjeton mungesën e atit, vëllait dhe bashkëmeshtarit ton të dashur. Për kujtimi vjetor nuk është detyrim formal, është një nevojë shpirtërore, një nevojë për të ndalur, për të reflektuar, për të kujtuar, e për të falendëruar me mirënjohje Perëndin triadik për të gjitha dhe për të marrë forcë nga hiri i tij. Largimi i njeriu të madh le gjithmonë një trishtim dhe një boshllëk. Po për ne që besojmë në Perëndin, në ngjalljen e Krishtit dhe në përjetësinë e shpirtit, kemi një ngushëllim, sepse Perëndia nuk është Perëndi të vdekurve, po i të gjallëve. Për kujtimi i kryepiskopit të lumur Anastas, nuk është thjesht një kthim nostalgjik në të kaluarën. Është zgjedhja e vetëdijshme për të mbajtur të gjallë trashëgimin që ai na la. Jo si eksponat muzeu, po si udhërrëfyes për të sotmen dhe për të ardhshmen, dhe si një mundësi për meditim të brendshëm dhe për orientimin e jetës sonë. Fjalët e Shënjon Gojartit, ata që i duam dhe i humbasim, nuk janë aty ku ishin më parë, ata janë tani kudo ku jemi ne. I përshtaten plotësisht kryepiskopit Anastas. Ne besojmë dhe ndjejmë praninë e tij, dhe kjo na jep shpresë, kuraj dhe lehtësim. Kryepiskopi i lumur na la mësime dhe fjalë, të cilat vazhdojnë të ndriçojnë jetën tonë. Do të citoj disa nga këto mësime dhe fjalë të çmuara. Liturgjia pas liturgjisë, sepse adhurimi nuk mbaron në kish, po vazhdon si shërbes në botë. Dashuria nuk ka kufi, kisha nuk mbyllet në vetvete, dhe nuk është vetëm për veten e saj, por për të gjithë njerëzit, kushdo qofshin ata, sepse të gjithë njerëzit janë krijuar sipas ikonës së Perëndisë. Ai thoshte gjithmonë në udhtim. Besimi nuk është një zotërim statik, por udhtim dinamik drejt Perëndisë. Këto nuk ishin thjesht parrulla, ishin jeta e tij, predikonte atë që jetoi dhe jetonte atë që predikonte. Në një botë plot me fjalë, po pa vepra, jeta e tij ishte dëshmia më e fortë se fjalët dhe vepra duhet të jenë të pandara, sepse besimi pa vepra është i vdekur, na mëson Shën Jakovi. Fjalët e tij, vaji i fesë, nuk duhet përdoret nga asnjëra palë për të ndezur konfliktet, po për të shëruar plagët dhe për të qetësuar zemrat, të njohura tashme nga të gjithë, janë bërë tashme leitmotiv kur flitet për rolin e fesë në botën konfliktuale ku po jetojmë sot. Thoshte shpesh, ngjallja nuk është thjesht dogë, është përvojë që shndërron jetën. Pikërisht këtë pam në Shqipëri, një kishë që duke e vdekur u ringjall, jo me forca njerëzore, po me hijen e Perëndisë që vepron nëpërmjet njerëzve plot me besë, që e duan Perëndin dhe i shërbejnë atij. Jeta dhe vepra e kryepiskopit Anastas do të jetë gjithmonë një shembull i gjallë dhe një frymëzim i vazhdueshëm, jo vetëm për ne sot, por edhe për brezat që do të vinë. Në këtë përvjetor të parë të fjetës së tij, dua të shpreh falënderimin dhe mirënjohjen tonë të pakufishme për gjithçka që e ka bërë për ne dhe për kishën tonë. Lutemi që Perëndia të na jap forcë e urtësi për të vazhduar rrugën e ndritshme të kryepiskopit të lumur Anastas, sepse nderimi më i madh që mund t'i bëjmë atij është të ecim të bashkuar në atë rrugë dhe me të njëjtën frymë. I përjetshëm dhe i bekuar qoftë kujtimi i tij. Eonia i Mnimi.